Bashkia Islame e Kosovës ka dhuruar gjatë ditës së sotme 25.000 euro për fëmijët jetim në Kosovë. Nga 150 euro kanë përfituar 500 fëmijë jetim për 3 muajt e ardhshëm, si pjesë e donacionit të Bashkisë Islame të Kosovës dhe Qendrës së Mbretërit të Arabisë Saudite, më saktësisht Qendrës për ndihmë humanitare. Tanceli Rugova, drejtori i financave në Kryesinë e Bashkisë Islame të Kosovës, tha se sot kanë transferuar nga 150 euro për secilin jetim për 3 muajt e ardhshëm. Sot kemi transferuar edhe pjesën e fundit të bursave për 500 jetim. Në vargën e mbështetjes së jetimeve, ne po shpresojmë që këtë numër të mbështetjes të arrisim në vitin që po vjen. Gjatë muajit që shkojnë kemi mbështetur jetimet me çanta shkollore dhe materiale shkollore. Me këtë rast falenderojmë Mbretërinë e Arabisë Saudite, përkatësisht Fondacionin e Mbretit Selman për përkrajën e vazhdueshme dhe bashkëpunimin e shkëlqyer që ka pas me Bashkinë Islame të Kosovës në përkrajën e jetimeve dhe aktiviteteve tjera humanitare në Kosovë. Bashkia Islame e Kosovës është dhëruar pranë jetimëve si kategoria më ndjeshme shoqërisë. Gjatë muajit të kaluar përmes shoqatës Bereqeti, fëmijëve jetim u dhuruan çanta shkollore dhe pajisjet e tjera për vitin e ri shkollor. Gjithashtu, nga viti i ardhshëm, synohet që përmes bashkëpunimit të Bashkisë Islame të Kosovës dhe Mbretërit të Arabisë Saudite të rritet numri i jetimëve që do të ndihmohen financiarisht. Vetëm përmes këtij projekti gjatë këtij viti, Bashkia Islame e Kosovës ka ndihmuar me 300.000 euro para të gatshme fëmijët jetim në Kosovë, pa përfshirë ndihmat në forma të tjera.